Na tregu se ku janë ato pjesë të ngarkuara pas na arrumë shumë YouTube. Nëse që e lëshova më njëherë. Edhe mos pash kolon shkruani, na tregoni për temën. Thuni s'ka kolon, se edhe çka shumë pas shef me po, pse jo? Për ndryshe për temën e ditës së sotme, përveç se mundeni me shkruaj ku I lexojmë pjesën e dytë mesazhet, në pjesën e parë ju presim me telefonata, më na tregu se nëse dashuria do të kishte një tjetër emër, domethënë nëse dashnia e kish pas një emër tjetër. Qysh e kish pas emrin sipas juve? Qysh e kishilon ju emrin dashnisë? Na I kena thonë do na me pion. Një koleg tha këtu në radio, tha Vobekt. Vobekt, po. Vobeksi. Vobekci. Po, tha çka ju Komrane Vobekci. Çaj Vobeksu, kështu jam dashuru. Okej. Hajde që si jam na tregoni diçka që ja këshilon emrin në 04998 po fillimisht po dëgjojmë këngën e Ret Noizit që ka dalë para disa orëve, nashta se dia tha para një ora, au boni orë. Shumë kënga. Au boni orë. Jam bo fan se Noizit kove të fundit. Noizitore. A di çfarë ka emrin? Dashni Kera. Do më thonë po lidhet me temën tonë. Okej, hajde dëgjojmë. Hajde dëgjojmë. Ta fell pas ka ra. Hajde qysh Noizitore, a? Noizitoria. Okej, hajde. Më thonë me një kësi teksti në një këngë nga një reper, nga një artist, është pak problem. Që ata e kum lanë në emnin Vobeksia, dhe nëse kështë. Se unë e Noizi alash emrin dashurisë. Qa jetë të thonë, Këtë premte dashuria ka emrin Noizi. Ka kop Noizi, kështë, ka kop dashnia. Kumronë Noizi. Mos kesh kuptan, na I san. Ki shkru e Nisa, tha kum thirë adin 400 diçka herë. O e Nisa, di që batiri dje ka thirë 1600 herë, se di që është të në ndjek këto momente, edhe po. A gëm, bravo. Se ma pas ka që unë një mesazh pas ka reagu shpejt. Ja kalon emrin dashnisa? Ja kalon emrin dashnis. Qysh? Fion. E vërtet. A gën, në zerra qëto. Nese 04998 ju e që jeni në komunikacion më saroni me nga tregu për pjesë matë ngarkuara se ku janë, ku ka më shumë kolona. Ndërso më saroni me shku të Petrol Company në Çaklavic, merin bush makine me derivate dhe ata euro dizelin 1.13, benzinën 1.13 për litre e keni. Petrol Company në Çaklavic. Po për pikat e tjera ju mundni me mësu shmimet nëse boni pjesë ati komunitetit në Viber, qysh me u bo veç I shuni Petrol Company Facebook ata ju dërgojnë një link dhe ju mundni me pasë qysh me u bo pjesë e me I pas shmimet dhe për pjesë të tjera. Që telefonata tjetër se po mja presion të bo trr pa në heq. Që edhe presionëm në të me pas emrin. Ale, më shëndetje. Jasha. Hajde shkojna me telefonatën, po. Alo. Ja dëgjoni muzikë, ja telefononi njonën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ashtë Naseri nga Podujeva? Po, bash. Hajde Naser tregom ti, nëse dashnia kish pas tjetër emër. Jo, dashnia s'ka kusur emër, dashnia ka vetëm veprim. Do me vepru ndaj dashurisë. Veprim, po. Mirë, po më pëlqen. Dashni pa vepra s'ka, a? Jo, pa vepra dhe me vepru se edhe që dhe në ko dashni më të morë se për atë vëje, se për grua, se për fëmijë, se për këmbë, po do të veprim. Veprim. Okej, hajde tregom ti a ke qenë një person I dashuruar që ke vepruar? I vepruar apo e ke mësu këto gjatë rrugtimit të veprimit? Të gjitha e këm me praktikë. Të gjitha e ki me praktikë? Me praktikë. Sa në ditë praktikohet dashuria, veprime? Nume ne këm me praktikë në etat në plagu në demonstrata që këna pas veprim për dashuri, për atë për shtet liri, për vazhdime. Do më thonë ti po e përfshin dashnin në çdo aspekt, jo veç mes partnerëve. Bravo Naser. Pëlqej kjo. Fjolla. Dashuria është dashuri për këmba të përfshirë në familja jeme. Po e kuptoj. Dhe thash shumë e mirë kjo që në dashuri për shembull, më thonë se të mush me post e për shembull dashuri, për shembull me grup me fëmijë, po ka njerëz ta prisha dashurinë, bosh agresiv. Andaj bëhet kus ta priste e ki diri. Zbosh agresiv ndaj. Okej. Njerëz të liria pavarësia në gjë mund nuk më shkon. Okej, faleminderit shumë Naser, përshëndes, edhe kuptova çfarë emri ja kalon aguni. Faleminderit Naser, përshëndes. Po në dashuri ndaj
ndashikuese. Faleminderit. Uroj që ndoshta nuk kena reflektuar ndryshe ndonjëherë. Nuk e gjin ashta dikuj na po se kanë ka pas raste kur personalisht po flas atin kum shpërthy kum pas do momente jo të lehta. Po, domethën ka shumë të thon, po dashnia është po atë në respekti veprime, kjo është përmendet. Ngoni, një pjesë e ngarkuar në komunikacion nga bregu i diellit aty qendra tregtare që është aty kopshti me vazhdu tutje për tek Udhkryqi, por shihet pjesë e ngarkuar është Gita që e përshëndesim shumë, si na ka dërguar këtë foto dhe na ka tregu po mrren gjithmonë sillet të afër milionshit. Interesant është. E ngarkuar është Udhkryqi i Menzës me vazhdu tutje për tek komuna rruga Agim Ramadani dhe Ana Sjelltas. Poshtë veternikut ka kolon deri tek rrethi Duplex, po shihet kjo pjesë e ngarkuar dhe ka kolon hyrja në fushë Kosovë nga Bresja. Këto edhe informatat e para që kanë arritur, përndryshe për juve që keni nevojë pak energji si unë edhe Fiona në këto momente, po ja që na e kena vepruar pak më herët e kena pikani Go Plus edhe e kena dërguar kodin që është 9 pak tek lojagoplus.com. Edhe mundemi me qenë fitues potencial prej 16 veturave që po dhurohen 8 Kosovë, 8 Shqipëri, po Avatar 12 ose 1-2. Edhe ju mundeni me bot njëjtën, pra kur të peni Go Plus, ne keni aty numrin, e dërgoni lojagoplus.com, sa më shumë që dërgoni kode, aq më shumë keni shanse mu bë me kët super vetur. Alo, përshëndetje, e radhës telefonat, kush na ka telefonu? Alo, përshëndetje. Atë se janisi mu anku, janë e kum thirr 2000 herë, jo e ka thirr 1000 herë. Tash po thash diç batiri është po pak më i risë. Po me kena shty një javë pa ankesa. U ankupa. Jo e nisa, përgjithësi. Ja, s'ka arse, nuk ankun akur. A din ti se kur s'ankuna. Vish ke dosh më tregu kështu që spisha. A nis? Vish ke dosh më tregu se unë spisha, po ni shokret. Jo e di. O bëja i gore, bre. Enis, si ke kalu? Mirë, me të ka marrë të shpia sot për kolone hera e para është, si krejt qytetin e kom shetit, rrugicat, të mënu me arë në shpi për kolone. Se që ka ndodhë atje? Mos ka në e fa renovimit, në e fa shgypit, kanalizimit. Mos është një maj i Gjermanisë atje. Se jënë do kanalizima dhe shtu nuk e di, beso krejt rrugt e qytetit blokume prej automjete. Po sot është edhe premte. Po e premte, e ndale dhe ata po këshyrin me dal dika me shetit, po e mirë. Edhe i kanë marrë rogat e po. 2, nëse në interesant përgjishna, nëse jo së përgjishna. Plusin, dhe kur është kjo... Vazhdojnë loja, 16 vetura, çdo muj ka një kanë me dhonë, do më thonë, pi bjen 8 Kosovë, 8 Shqipëri. Në qeshor, me 2 qeshor, kanë mu dhonë 2 veturat e para, një Kosovë dhe një Shqipëri. Në qeshorun e jam atje, bile me bona i, se... Qëre keni edhe atje, Go Plus. Tregom kështu, nëse dashuria kish pas një emër tjetër, qysh e kështë thirë ti oje nis? Bjeshk. Bjeshk? Po. E pse bjeshk bashk? E vështirë për të gjitur. Kur del, e ki po, del me shetit bjeshk, dikon është veni shumë i mirë. A një rëtullosh? Dikon është një krua shumë i mirë, një hije shumë i mirë, ulesh pushon, po janë dhe vena që të shkatru. Me gur janë të nalt mund gjitha. Me gur, me edhe dashnia që ashtu është. Tani kur bjen të poshtë, është ma shtirë? Të kërlëm shtë poshtë. Kur bjen të poshtë, është ma shtirë? Të ngërlitesh mua atje, të na i kumendit që ka ndu. S'ka kur që të nolë, mo. Ku bjen, tek bjen, Interesant ko ka kjo, pe thirin bjeshk, po okej. E mirë. Arsim, unë që shtu jasha, lo në emnin të kështu me ndoj. Ideja që shdush na për që da këna bo temën. Arsim, edhe që shtu edhe më ka shku. Do më thonë edhe ti ke pos bjeshk, ha? E nisë qëre një shokë. U jeshit ashtë, a jetë e kroni nërhia, a jetë të ngërlit e poshtë. Qitash për momentin, Arsim, beso si jam kështu në hije shumë të mirë, me një krua shumë të mirë, me një shoqëri shumë të mirë. Okej, po më vje mirë. Vazhdo dhe më thonë me shiu bjeshkën tane. Rish aty. Po, gjithë se, ja, se kom jetë me livrit. Arsim, ju përshëndes. Përshëndet Arsim edhe familjen. Edhe familjen? Edhe në atë familjarisht. Besoj që edhe familja është të pa dhe po të përshëndet që nona e ta bone dorë. Nonën tonë për përshëndes kështë në kasë. Rif, bënja me dorë! Bukri, se u shumë. Asim gjithë mirat, një vikend shumë të mirë. Faleminderit. Dëgjomit honën kismet. As di shka të koftë nona që shumë stine me livrita. Përveç komentit Agonit që tha ngulje. Po. Që dashnin e kishe mru ngulje. Një shok tjetër pëthot. Visari pëthot sheqerpare. Ajo i pajtimit? Edhe sheqer edhe para? A sheqer para ajo ëmbëlsina? Se shtu të spjeko ma? E ëmbël, a më dhe që të saka tonë se sheqeri të me thonë... Po devish se 2 kuptime... Ka efekt anësore. Okej.
Okej. Unë çfarë po e kuptoj, a Visar? Me shpresë mos më ron diabet. Me hangër e mirë, po për me të bë dëm sa dush. Po. Okej. Para se me shku te telefonata tjetër edhe një herë, ju tregojmë se ku janë pjesë më të ngarkuara dalja e autostradës në Fushë Kosovë. Oj Fion, me kolon gjatë në këto momente, po shihet domethënë shumë e ngarkuar dalja e autostradës në Fushë Kosovë. Nuk e di ka Junis, edhe gjithku po ndoket aty botë është një farë problemi që këta që dojnë me dalë. Po bojnë ashtu se gjithë është e ngarkuar. Këta që dojnë me dalë mbrësje me vazhdu për Slatin e nxojnë edhe këtë korsin tjetër, që aty bëhet një farë të lëvizje e lehtë. Nëse është policia për këtë farë punë, unë veç pash, po supozoj që po ndodh se sa po shkoj njëti sen është. Nëse për mos mendoj këto kolonat për shembull, për disa të vjen telefonata tjetër, për mos mendoj këto kolonat, le të pret pak. Ma mirë është ka një edhe tenalt me shkucim në për ajër, çetëm. Edhe Prishtinaticket.net mund të hyni sepse nga 4 prilli keni fluturime direkte Prishtinë, Paris, Prishtinë. Mandej keni destinacione tjera në Gjermani, në Zvicër, Sloveni, Suedi dhe Luksemburg me çmimet më ekonomike. Keni bagazhin deri në 20 kg falas, çandore deri në 6 kg, check-in online falas, me rezervu ulse në falas. Krejt këto veç me Prishtinaticket.net. Alo, përshëndetje. Fjona, përshëndetje, është si mirëveti. Përshëndetje, mirëveti, ç'je? Si e mirë. Si të kemi? Mirë me shëndet? Mirë vetë apë në të gjënë? Po, ju në dëgjoj shumë mirë. Më vjen mirë. Tregom qysh ja këshelon e emrin dashuris? Sakrific ose luft. Sakrific ose luft? Po. Hajde përshkruna pak pse njërën pse tjetrën? Po, ndonjëherë do të me sakrifiku për ta dashurie, ndonjëherë do të me luftu. Te a ke sakrifiku personalisht? A ke luftu? Po. Cilën e ke bo? Te dyjat. Po. Okej, a kështë dash me nda pak ndonjë detaj me neve ajo? Se këto historitë e dashurisë shumë kom qef mini. Po, tash përshien gjitha ka pak, me familje, me fëmijë, me smundje, me krejtë dhe dashuria i përfshin këto që... I ke provu që gjitha nga pak, a? Me sakrifiku, me luftu, me përballu gjitha, Faleminderit, përshëndesim shumë. Edhe unë një përshëndes vikend bukur kaloj mirë. Faleminderit. Dashnia që vjen duket pas sakrifica nuk është edhe bash e bukur, a? Që sakrifica është domethënë nëse. Gjërat e mira janë të vështira. Unë ja kisha lënë Toyota për veti. Ja lënë Toyota hibrid, domethënë herë në rrymë, herë kështu. Mirë ke menuti. Mirë ke menu, domethënë me shpenzime më pak, me ngoj. Po? Dashnia që nuk të harxhon shumë. Just me garancion 10 vjet. Ngoj. Ose kështu me përkujt. Dashnia që të harxhon shumë. Nuk është dashni e mirë. Kjo hibridja është e mirë. Të harxhon edhe dikur mo si çka jep. E kur e ke kështu pak me bateri, pak me derivate, e shtyn, shkon më gjatë, më mirë. Mirë, po më pëlqen. Hibrid. Mjalon, hibrid dashni. Dashni hibride. Ngani te Autotrade ju nëse doni me shku me marr veturën hibride. Përveç asaj na keni me fillu edhe dashurinë hibride, se janë super vetura. 28800 ka qenë Yaris Cross Luna, tash është 24900. Alo, përshëndetje. Po? Po, s'po do me tregu kush. Okej, faleminderit shumë, përshëndesim. Jo më ka kanal telefonata. Okej, deri sot vjen telefonata tjetër në 049978 na po vazhdojnë edhe po presim edhe informatat e komunikacionit, më na tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi. Vazhdojmë që ndalja e autostradës Mbresi atje që vazhdon tutje për në Slatin, pjesë e ngarkuar, pastaj e ngarkuar në këto momente është edhe që po thubre edhe Fushë Kosova që nga ngarkuar deri te krethi i Fushë Kosovës. Këto janë edhe informatat e radhës që kanë arrit, pastaj po mbetet me kolon edhe rruga Agim Ramandani nga udhkryqi Menzës për te komuna dhe rruga Tirana për te krethi brapa stadiumit Fadil Vogri. Këto janë informatat që kanë arrit e ju mundeni me vazhdu me na dërgu foto, me na tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara, pra ku ka më shumë kolon në këto momente. S'ka ka keq. A po shkojna pak dhe në Albi Mall që tash pak ma herët, edhe tani po rikthehemi pi u presi me telefonata. Jeto pa limite, kalo rrugën te, përfito shërbime falas për të jetën, mirëmbajtje të llogarisë, mirëmbajtje të e-banking dhe Tap Mobile. Lëshimi debit kartelës, 0 euro komision për pagat ndërkombëtare.
Juaja po ju presim edhe me informatat e juaja, përndryshe po jemi drejt për drejt në YouTube, jemi në koa.net, në glamradio.fm, Koa Vision, në Glam Radio, kështu po mundeni me na ndjek gjithandej. Ndoshta do dikush na ka lshu dikun tjetër se dina hesh, po përshitohet që e di sigurt. Edhe mundeni me na telefonu në 049978978 për juve që jeni në përvetura pe thomnurin, se këta që janë duke na përcjell përmes Koa Visionit mundën me pa numrin aty. Njëjti numër mundeni me përdor edhe për Viber. Enza Home ka ardhur me super zbritje. Për juve që jeni të interesuar për një dhomë xhumi Dorian ose për atë komodën me pasqyrë Dorian, përveç saj na keni edhe atë tavolinën në ngrënjes xheruse që është me 4 karrika, po mundet mu bo me 6. Mundeni me shku tek Enza Home sepse po ju presin super çmime tek Enza Home. Në ka orë telefonata po umeta Saneja Sknej. S'di që ka ndodhë, më thonë me s'di që ka të ndodhë me ki telefonin e jashtë kësorit. E di që i duhet ka njëret ka 4-5 herë me thirë për me arrit me na marë në linje, nuk e di është problemi të aj, apo të na. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Diçka ki probleme telefon? Urna? Po. Se po të që dush me thirë 5-6 herë me marë lidhin për me arrit me komuniku. Nuk e di për vest. E ti unë se pesho këto? Dje kom pas një sulm kibernetik në fakt gjatë emisionit, edhe kur s'm ka ndodhur raport ka qenë kur më ka rrok komplet sistemi, edhe pas pak sekonda që ka rrok interneti, domthon. Do më thonë, edhe atje po keni probleme tilla. Nuk e di kur s'm ka ndodhur, ka qenë shumë çuditshme kjo pjesa. Okej. Po shpresojmë që u rregullu gjithçka, tash? Po gati si në rregull, veç do logo i kam të rregullu akoma dhe besoj se sonte do jemi prapë në emision. Në mënyrë që t'ju kërkoj falem për mbrëm që u ndërprej. Gjithsesi s'pe marr kohë. Jo, merr na kohë, po du me ditë për çka kemë fol sot. Po temën që keni për dashuri. Jo, për të emision tonin. Në emision temin e kom lënë gjysë listën e dëshirave, mbrëm, me pa o elaboru. Por e kam një video, kam me cilën do t'i pyes dëgjuesit se çfarë është duke ndodhur në atë video. Është shumë interesante video, edhe kom qef shumë me ditë çka po mendojnë, ku po shkon mendja e njerëzve, domthonë. Është një grua aty që po bën diçka, po do të më qellu se çka do bë. Okej, interesant. Goka po m'pëlqej ka ajo tema që ke post për listën e dëshirave. Se është po njëri ka një listë dëshirave, po është mirë me qenë din një fal listë e vogël, ka njëherë po na shkon lista. Jo, unë thash dëshirat si faturat e kekut. Hajde jashtë toksor, tregona nëse kish pas një emër tjetër dashuri, si shtir dashuri. Çfarë emri tjetër ja këshelonte? Qëra, me vetë leprin thot dashuria është dhëmbje, domthonë se a ka rroty me fol me leprin, a? E ka përqafu i rishin gjatë kohë. Okej, po. Unë pas kujdes kanë, po. Po, ja, unë kam një term tjetër, unë se e përdori dy, domthonë një kam ai edhe plus ajo barabart me ne, domthonë ose a dish se ai edhe ajo krijohet familja. Çajo dashuri, po jo, unë po të më thon ishull i rrethuar me peshkaqen. Kisha qujtë. Okej. Se në moment që del nga ishulli... Apo nisë prej përvojës personale? Po të ka peshka qeni? Po jo për përvojës personale, po edhe nga ato që kam lexuar e kam dëgjuar, domthonë, në moment që del nga ishulli i dashurisë, pastaj thonë peshka qeni, domthonë. Të ka peshka qeni. Po, që aty krejtësit. E ata që dalin me qëllim me notu me peshka qen? I han pas peshka qeni, han. Ishtë do me thonë që i han. Ishtë dalin me këshyr me i prek. Thojnë vishte këshyri peshka qen, qysh po sillen. Me eksploru bota e peshka qenve. Na par kafozin kështu tekrit, atë vish me këshyr. Brojtun, po vish me po. Interesant, po të qenë dhe kjo ide, po okej. Ja është toksor. Nuk është asgjë absolute. Çka jeti? Bashkë me këtë kolegën tëm. Ja nisi me Irisha me lepra. Po, dalim te peshka qeni. Thot dikush ka të thonë ky po me menu thell, ku ç'është ashtu është. Po nej. Ja kena nisë me ta kuptu pak botën, po më do. Kur isha student thësha sheqerë mbushur me helm, e kom posi fare shprehje, po isha ko gabim, Allah i le tregon çysh e ke njoft nusën. Çysh e ke njoft nusën që e kisot grun. Nusën e kam njoft në gjimnaz, në Lëgjë Grakoç Klin. Për ndryshe 7 vjet kemi qenë miq, shok, edhe në fund jemi martuar. Sot kemi të kurorzuar martesë. Drejtën martesë. Ai ke boçi se poezi që se sana?
Po valla ka pasur një letër që ju fon çisha atë poeti derisa gjithë poeti. Haj tregon se kena shef me fionë. Me letra dashurie ka qenë. Edhe bëshin shumë dikojshin letra, sa më fuqish me letra dashurisë, aq më shumë me bimshë domthon partni ato vojzën ose çka i thash që e binde ti se kështu me të pa domethon ajo si zbind kur. Po çka i tha? Me pop ka po, do vash ka po. Po te pa ajo çfarë ka thon ty më me të pas vis shok, a din po dikur e ke bind. Me të drejtën as letra, as kërgjëris ka ndiku shkumi e më ushtor, fakt se më kishto ju. Mungesa. E ka morë dhe 90 muj, së ke ushtor, edhe nuk... Dhe aty u volos gjithçka. Mungesa. A është vetëm mitësi apo diçka më shumë? Okej, shumë e mirë ke. Se ashishesh, kanere nuk ka nevoj me bo kur gjo ma shumë se mu tërjek. Për me po se api mungon apo të mungon. Këtë merë molli, do më është dashuri, këmë thonë disa. Ja shtoksor që është ajo thënja famshme, nëse do diçka lere të lirë. Po, sigurisht. Kalon, po mos e le bash lira, mo një kohë le të lirë. Jo, sa si jeni bashk, se kur jeni bashk tani më të letë. Jo, tani s'len ajo ty të lirë. Ciao, kalon shmirë. Je mrekullueshëm. Faleminderit, përshëndesim. Unë edhe Fiona nuk e kishim lënë të lirë, domethënë një Vespa, edhe në këtë vikend me dal me u kënaq, me shiu se është koha e mirë përveç asajna, edhe me motor ndryshe shijon rrugën. Shqipnis breme me një Vespa. Nolësh kush e shijon çdo pamje, e shijon ajrin e pastër, ik komunikacionit. Ta rreth tyre ajri i pastër. Se je me mbrojtëse veç. Po, kur dëm pak e qela, dena co. Prap edhe ti ajri. Ventoro Motors, Baja Automita, e gjeni tek Automita, mundri me shku me i pa disa nga modelet, ka shumë modelet motorve atje. Është Vespa që është me 1.80 në ditë, ose e keni Aprilin që është në zbritje nga 6.290 në 4.980. Hej, u gëzova shumë sot që gjithë nuk po du m'ja u thonë emrin, po pedim për këne fjallën. Apo? E kanë një temë sot për të marë. Që e të thonë? Ke pa lajmin që Kosova është rëndite 99 në botë nga 180 shtete në indeksin vjetor për lirinë e shtypit. Do me thonë, veç jemi të ra. Prej 100 shteteve, 99? Prej 180 shteteve, jemi në vendin e 99, edhe pat do me thonë vende që konsiderohen si jo të zhvilluara, që ishim para neve, do me thonë sa e përket lirisë së shtypit, edhe tash ka bo bujt filajm. Tani po ma bojnë mu këtu pëse po thu për politika ne këni, po qepse? E tash kanë fillu, do me thonë, se cili prej tyre që e ka një account në Facebook me dhonë nga një koment, nga një deklarat jepin gajret këti, ha? Jo, gajret, ti shkon gajret faj. Pe di vish kontra po thëmë. Do me thonë, ta shprejt e Facebookun sot me lirin i shtypit, edhe pikrish sot kësh ndodhë një mini incident. Mos më shru një Facebook si sot. Sot, do me thonë, bënja hajt. Që ato e posh. Nuk e dia ka Facebooku, nuk e dia ka Facebooku në opsion me i bo hajt political news, për shembull. E ka veç ja bëj wifi la kanali edhe hajt atje. Nëse kjo edhe opsioni më i mirë. Nëse kena edhe disa informacione tjera, edhe qytetarët në Kaçanik nuk e kanë pas sot një ditë shumë të mirë hiç. Ka pas pak trazira, në farë mënyrë frikë për shkak të atij mjeti që është parashikuar me u shpërthy, po ka shku gjithçka në rregull, po i pash media, domethënë titujt mush kanë pengojnë më shumë tim. Që frikë dhe të merë në mesin e qytetarëve atë kur hin me lezu lajmin, do me thonë është për një aksion ta merr menja të organizuar me gjitha masat e mara, po do me thonë veç me ngjall terror në popull. Dolën palma tapet. A din, çfarë ta merr menja? Unë mendoj që ky është roli i mediave për momentin, me ngjall të merr frikë dhe urrëtie në mesin e qytetarëve. Që merresh telefonat se është i mirë çka. Unë nervozova. Alo, përshëndetje. Cili është i keq? Alo. Jo, përshëndetje. O, përshëndetje, kush telefonon? Nazmio. Po si, more Nazmi? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Si po kalon? Mirë, jo. Do vjen mirë, edhe na shumë mirë. Tregom nëse dashuria kish pas. Si e kem cimen? Mirë është që dej tash tu fol. Do me fluturu, po më duket. Po, këtë kish pas krah dhe kish fluturu në sa shumë fol. Po more i ka krah, që shike ka krah. Amo nuk janë të i dukshëm, ta krah do me thonë nuk mujnë, po që ta që i ka të dukshëm zbyn gjo, ata të i dukshme të shka, ja. Ata jenë okej. Dhe që të dyja për momentin, au, ju. Hajde Nazmi, nëse dashuria kish pas një tjetër emër, qysh ja kështë e lonë emrin tim? Ka shumë bë. Mjolt ja kështë e lonë emrin. Mjolt, pse? Pse shumë e ëmbël? Është shumë e ëmbël. Pa ka ndaj shije tjetër ndaj hera, gjithë është e ëmbël. Ja, gjithë është e ëmbël.
ti miri pas ke punë. Miri pas ke punë ti Nazmem. Po, shumë mirë janë. S'ka ma mirë se mjolta. Hajde, faleminderit, përshëndesim shumë. Mendet që ofshë kalofshi mirë. Mirë të qofshim. Dashnisa kisha lënë emrin edhe Suez në këtë rast. Ta gjitha pikën e top. Që shprek kjo. 038-220-000 është numri i Swiss Diamond Hotel Prishtina për krejt ju që doni me shiu një weekend, një spa, një tretman, një masazh, çka do që doni për gjitha shërbimeve të mrekullueshme që i ka Swiss Diamond, rezervoni dhe shkoni bashkë me partnerin, me familjen apo dhe vetë, pse jo, dhe vetë bën kur gjë kur kujt nuk i pengon, veç kënaqesh. Po bëj ka se mos i polidhë të Swiss Diamond, po bëj ka mi alon emrin edhe diamant, që e gjenë të Rubini, që edhe dashnis më shmija dikush e ka dashnin diamant. Ka shumë prej atynis që kanë diamant, se mund të me vetë. Me shumë dreqim, shumë i fort, po me vome të prej. O shtir me gjetë, siguri o shtir me gjetë, si diamant, tani dush me rujt, se e kopin atë diamantit. Të doj me ta marë krejt. More arsim që atë koke ti që atë koke. Alo, përshëndetje me te voni ditisht një javë që shtu vish për dashni me full, po s'pas ka ma mirë more hajt. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Sherifi nga Suedia. O Sherif, qa u bua lëth tjeja që shpo full. A je mirë? Mirë jam falinderit, si e ti si kalon? Jo mërë veç ki punës. To ka si gjyskraj, kështu pështet pak, a din si në gjyskraj është të nej. Bravo. Po, pe vrene. Drejto mu, o djallë. Si ke kalu, si ka shku puna mirë? Mirë. Po më vjen shumë mirë. Nëse dashnia e kish pas një emën tjetër, qysh ja këshelon emën? Seks. Qka jetë të thonë s'po t'vjen, a din s'po t'vjen marrë kishe se herët. Sa po thu që dashnia është seksa? Po qka me se s'po di tjetër që shbjat që të Ti kujna mi thonë që ashtu dhe tjesë që ashtu po seks, që ashtu po dashni. Po, e thot ndryshe. Kan dalim. Kan dalim dëve që s'po di unë që që ashtu pjallën të janë i dashnia jote është apo tanin? Mirë është, mëse livret. Qa ty? Faleminderit shumë. S'ka për sërë hiq. Ta një fshat mirën, ka lëv shmirë tonë. Soj përket aty në mediave. Po, nuk diskutojna. Ja diskutojna. Ato janë kundër Albin Kurti. Hajde përshëndes, faleminderit shumë, ka lëv shmirë dhe se ke mirë ti që ke të folë mëse në lugave. Edhe po, mos e presh. Po, lena neve që aty të mirë me këta media, se që të jena, po, që të jena tu morë vetë me kitë varpune, edhe ti mirë me që ato kuketi të dashnia jote. Ne vishti të regoj nga Sherifi se nështa nuk na kanë djek ma herë. S'kom nevoj, s'ka politikë. Nuk flasim për politikë në emision. Nuk flasim për politikë në emisionin tonë. Mujna me folë për na i vendim të rëndësishëm, na i informacion të njajshëm që ka të bëj. Është kundër Albinit, është kundër Atina, është kundër Atina, heslojnë aksisa. Emra jo. Bile, tash nuk e meritojnë edhe ma heq as për shaka, as për naj diçka të mirë, as për të keq, hiç nuk e meritojnë për momentin me e përmend as njonin. Plus, që me i fajsu gazetart, ka njëre, adin se s'du me ina të parteme, vish është s'po di çka me thonë. Sepse puna jo nështë mju bo pyetje atyne, edhe me qenë gjithmonë opozitës. Puna jo në shajo, do më thonë. Dikush jalun edhe opozitën, ka dhe për atyne që jalun pozitën gjithë pozitës, po... Edhe opozitës. Po, na du të me qenë opozitës edhe opozitës, gjithmonë, e mi vetë, mi thonë pse, a ne mi ka për fjale. Ne, se merë shumë keq që liria shprehjes edhe fjales ka rënë nëse i shkon ndryshe. Qërë se e kena një plumë telefon. Alo. Fjonu. Ohoj. Se kam arsim shuakin be. Po që e fol me arsimin promet? Ja me ty, unë veç tash që kam. E jo, ti mu nuk më pyte që shjevi, që ta direkt që kom arsimin. Unë falë, që shje. Mire dhe që ti që shje, shpe e vete mirë. Mirë, shumë ketra hatë nam, po shkojnë. Une e di paka shumë që shë akshelon ti dashnis emrin, po hajde letanin edhe tjertë. Nëse dashnia kish pas tjetër emër. Ja, dhe një tjetër jem me nu. Përveç arsim, që shë kish pas ndryshem? Amlares. Me apa. Mos e harro pjesën ma të omëll. Dashuri me bashkë me një të lom. Të moloriz me të lom. Ajo me të moloriz ja të lumi. Edhe jarësem, ja këshalon edhe prunë nëse më kish vladit.
Okej. Ani bën edhe ashtu. Për momentin e ne tom lërizën me tollom, a ne na bruna me na fladit. Unë me ujë rrugove për fladit. Tash e granis me ujë rrugove. Po. Për një mes sot në mëngjes, në ora 9 mëngjes, kur zakonisht po është më freskët, ka qenë një inzet edhe një diell verorcim. Çka e to thon? A dina inzeti? 9 mëngjes ai inzeti që ta lol frymën me mëngjes. Se flat aty në prokëm kom. Aty e ke qenë në xhungëll. Kam ju tregu sot edhe dje 27 gradë nxehta te na. 27. Domethënë po pritet se shikoj nxehti gjermanist tash me artena. Jo, më fjon tonët ka të mortën të mërkurën 12-13 gradë. Bjen atje. Po mirë që tani bjen edhe të na. Interesant se mon atje. Jo, për shumë interesant. Top gjermant. Interesant. Populli top. Atena do më thonë që ka 24, 25, 25, 22, 22, do më thonë tena nuk bjen nër 20. Shëqër, ball mirë. Shëqër bafsh. Mirë ball. Ahmet, të përshëndesim. E pa gjithë tashni që shto amëll. Shumë. Edhe kalofshi mirë deri në tonë. Hajde, faleminderit shumë. Pas një super vikend do ti. Tong. Mos harroni internetin e IPKOS kudo që shkoni këtë vikend, kudo që të thoni gjatë javës në vazhdim, internetin e IPKOS me pas me veti. Për pako televizive mos flasim është numër 1 në vend, por ju që jeni me pako të prima, mos harroni haloj keni mundësinë me ble televizor me 24 këste. Kjo vlen veç për ata pra që janë me pako të prima. Kështu që shkoni në secilin dyqan të IPKOS që e keni kudo nëpër Kosovë, merrni më shumë informacione edhe gëzofshit televizorin e ri. E po është më thonë si thirrë Ahmeti, para se më thon përgjigjen dikush na ka shkruar Tom Lores. Shpejt na ka shkruar pas kujta menzon se vish u merr kështu si çfarë pas javë ndaj për shkrim se me tullum që tha Ahmeti, okay, ajo jashtë në mësi. Po shiçer, oj fion. Pa e tani s'është mirë me mo, nuk është shnetshme me mo. Kanë me pak sheqer, po është e ëmbël. Kanë herë me shumë sheqer edhe do këtë ell. Varet sa i sheqer. E Ronaldo ne. Alo. Mirdita dhe ty. Kush na ka telefonuar? Mirë. Çau ushi. Ku je çaush? Çau alloa që të Belgjikë edhe pak. Ani mirë shumë. Qysh po kalan? Jo. Mirë, koha mirë është. Faleminderit shumë. Edhe na jemi mirë po kalojna edhe po dojna me ditë çysh i kishton çaushi dashnis ndryshe nëse ja kish ndrruar emrin. Dashnia i ka vetë 2 emra. Sipas teje janë edhe e Skurdzeri. Qysh ja këshelon emnin apo thojna, nas po të vesëm qysh është? E ëmbël. Do më thonë qështu e kështë thirë dashni. Të të regoj gjithve si dashnia e vjetë e pleqve është me mirë se e këtyne trive tash. Qashtu po thoni zdit, të këshyrim nëse kena do më thonë mundësi me u plake, me provut, tani tregojna. Kje atje këshiti veti që shot. Nuk e di. Këme tani vetë kështi pëthu sa të ndruna. Nuk e di. E pse pëthu që ju të vjetrit duni ma shumë se rinja e sodit? Hajde veç kalzam. Po ju të regaj. Hajde. Plakut ma shumë ti pëvy ke gruja. Në pleçni. E grusa e vy plakun në pleçni. Po te jetu folë për nevoje, jo për dashni, jetu folë për interes. Ande? I vjen edhe plakut. Edhe në rini është një farë interesi, po. Për pleçni, po. Interesi sherifit. Po nejse dhe po... Nejse. Ashtu rangu për mes televizorit. Qao është mërgjim të përshëndesim. Falimderit. Jemi rekullushëm. U dosh mja non para se më në athirë. Okej. Falni. Se gabimi porës. Qysh me do më thonë punat? Po thu që ju plesht. Mos thëmë kështu se ata që janë mosh dojnë ma shumë. Jenë ma dashurum. Dojnë ma shumë se e shetë ma shumë pëvjen burri i gruës edhe grueja burrit. Okej, vish për nevoje pas kanë tani. Po shmeca tjetër atë tani. Po vish për nevoje. Për nevojë. Ej, po të ngucim pak se është shumë e vërtet që po më kujtohet ka nevojë më shumë për njëri tjetrin. Më kujtohet Barceleta, po ti shkon më vonë ai babgjyshi me atnikën. Nejse. Faleminderit, përshëndes shumë që është kalosh mirë tëng. Ej, për ndryshe shumë kum qaf me vizitu Belgjikën. Seriozisht? Po orave, po më pëlqen shumë si vend, kum qaf shumë me vizitu. Shumë vende ja ke nis, po kisha me vizitu plus me emision që po fol tash për emision. Ej, ka vetë ka dhënë ngjarje shumë interesante që kena përmend punën e Gjermanisë. Kush ka dillën, a ka emisionin me?
Emisioni jam, Po dillën Glam Radio. Hyni rrjetet tona sociale në Glam Radio në Instagram edhe në Facebook, edhe kemi bën një postim lidhur me rubrikën që kena me Prudi Diellën në orën 11, se ku kena me shku këtë javë. Edhe shikojni pak vendin edhe na jepni një përgjigje nëse e dini ku është çaj vend ose jo. Besoj që është shumë e vështirë me gjet, po dikush ndoshta edhe ja çellon. Nuk ka problem s'keni dhuratë, po vish kështu për çaf. Tjetër xhaketë u thon diçka. Një histori shumë interesante që më tregu për këtë punën që kena përmend që kena më shku në Gjermani, që kena më shku që po mendojmë më shku në Gjermani me realizu disa emisione. Do të live masane, a? Jo, nuk do të live, masane. Alo, përshëndetje telefonata. Përshëndetje, çifti më simpatik. Kush na telefonon? Doni nga Vështëria. Ku je më Dan? Që vallaj të po nuk ka pas. Mos më thuaj që Alan emrin çaj ti. Ha? Mos më thuaj që Alan emrin çaj. Vallaj. Her ma Iran, her ma i let, her me limon, her pa limon. Ha? Këgja me atë çaj po na kritikoni po. Jo, more po ju vlerësoj. Çfarë po na ju vlerësojna se nuk ka shkurxoj keqe more krejt e pina. Po jo, ja keni dorën. Ja keni dorën. Për kushtimin që e keni, kohën që e ndoni, dashurinë që e keni. Ti merret njëtin çaj, marroje këtu. Atë sa problem është me çit çaj në myshteri kështu thoni. Në mysafiri që të vjen pi Vështrisë. Me një tuta, pja qes mirë. Kur po shkoj të një shok jemi që atje, kur po shkoj të një... Po thu që s'na kritikoni, ja? Po Fiona kjo. O Dan. Fiona, jo, na probleme kem të shpia, se kur shkoj mësafir nuk të gjedhën për shabot. Bravo. Nuk i ka për shmërit, do me thonë. Ja, qka është një dit, nuk se aj, zërë. Bravo, bre, bravo. Më pëlqeve shumë. Qysh do mi jalon emnin dashnis, dashtë doshta më ta kalzu. E kum përcim duket prej fillimi, se jem vend punës i të. Çka punon? Një markete kam shtu në shpi. Unë i Vështëris jam, për nëryshe në Prishtinë jetoj. Kallzoma çfarë marketi? Përmendja emnin, çka ka të keqe? Ushqimor, Strovcin, bazë të emnit fshatit e ka. Domethënë Strovca, po jo në Pranjevcem, këtu në Prishtinë, që emnin ja kum lënë fshatit e emnit. Nuk jeton në Prishtinë, po është i Vështëris. Në kodër trimave ti e ki marketin, po më vjen shumë mirë, bravo. A ka punë, Dan? Po bo. Po, jo, mirë, jo, që po bëhet, jo, s'ke mankesa, mirë është. Bravo, bre. Uqa koka kë. Ky koka me thjesht të saba me të Andrejsh ditën. Shpat, bre, si t'hinst janë pa bledi qka. Si vla kom qefun e të mësë ma bo, jo, s'po ka pun, a i ke po, Dan, s'po ka pun. Që ditën? Eshte të komuna e retja kesh për pun një farë legalizimit, e më kujtu që jeni afer atë, po. Kesh në të rarin që s'jeni të punu. U dosh me na bo. Jo, do njena kon, vëlla. Do jena, jo dje jena kon pak ma bune, vërtet është. Hajde kam thërash të më jalon emnin dashnis. Valla unë e jalash Triumf, vre, për mësmi përsëritan ato. Qysh edhe njerë? Triumf? Triumf. Me fën fund. Po, pëti, Triumf. Hajde, sharoje pak. Qa po më pëlqen? Ja, e sharu me kjo azder, mas sharin. S'ka me sharu o Dan, po le se vish po ko qef me të nguc kjo. Qefi të sojë me të nguc. Pak histori me ditë pra patriutit. Jo ves rreth qiftit, po në gjithë shkata me thonë. Qëre Dan, ti edhe krejt ata që na ndjekin pi vendit punës, se sidomos prej vendeve të punës tilla, kisha pas qef, a din kur keni kohë, me na dërgu ka një foto në Viber, shtu ku na keni thirr, a din ka një foto të na përcjell. Veç po kena shefun e Fiona për mi po prit çfarë vendeve na përcjellni, jo këta që në për shtëpia, se e di që ata e kanë më komode sane, po ata që në për zyre, në për vendet punës, në për vetura. Po, me na dërgu ka një foto me thonë që qyre në pi vendit punës dhe pju përcjellin. Po. Edhe arsyeja pse thras ka rroll është pse jam këtu edhe në prani të klientëve me thirr më duket e ja s'ka lidhje. Apo lypin verësi o Dan. Valla, po të kallëzojmë si në vete, unë këtu përgja më t'i veç gati 20 vete i bona këtu në njëtin lokacion. Okej. Se kum përnu edhe para luftët njëtin veprimtari, po kështu që mbohet qefi ma shumë, për 80% listat kanë zbrit për shembull krahasim me 15 më herët. Po më vjen shumë mirë. Që po i vjen se ja kena ndalue, jo na pse ja kena ndalu, po i kena punë pak më mirë. Kanë fillu tash jo angazhime, jo në përpunë, edhe kështu që jo njek vetë ju kanë dalë. Vjen mirë. Furnizohen prap, po kanë hiç prej liste kanë dalë vetë, se kemi vjen. Ai ke shtrejtuar ai konaj, ke shtrejtuar ai farçmimi vish pse ke mujt. Kur hiç. Vesh se ke mujt jo, ndryshime ka, na si të morën dhe, po nëse ata ndryshojnë, definitive edhe këtu fillon ajo. Apo ta merr mendja se
pyetja e fundit edhe për mbyllim, se po duam të di se më thon çen ke tregtori i vjetër. Dje patëm këtë temë që një për shumë tregtar po i shfryzojnë rastin e trendit të shpejtimit. Drejt tregon. Veç po veç nuk jam tregtar me shtu. Okej, je shit. Po po flasim për ty, po kështu e tema ke dje mes me rrethimit. Tash i mundesh me njoft shumë tregtar se të ka ra puna për me pas punë me ta. Po tregom, a ka ndaj kush domethënë që e ka lshu dorën dikon veç hajt. Çka po ta merr mendja? Na e far produkte. Ma shumë që e ku vrejt ka qenë kohë Covidit. Që e kanë lshu dorën, po. Nuk ka qenë për shembull real çmimi i limonit që shkoi 5 fish. Se ju më interesu pe aty në çetin me furnizim. Sa na pa tan me do dorza s'desha apo ble Armani Gucci apo marr plastikut, po? Me maska, me ato po. Ka pas që veç pse ka pas mundsinë. E që tash po thu që kërkush pishë shkaku. Ja s'kam kërkush, guxoj ata kur me fol, kërkush, nuk guxoj atje me hije. Okej. Unë falenderoj shumë për bisedën, edhe të përshëndes shumë Dan, kalofsh mirë kur dush që të maniqaj mu e Fionës, na e pina. E provoj me pi pa problem. Kur dëni, pa pik. Faleminderit, përshëndesim shumë se kemi mri në minutat e fundit, besoj që s'kena moko. Biden minuta shtesë kena dal. Faleminderit shumë Jeta Baholli Hair and Makeup që gjithmonë më shoqëron gjatë paraqitjeve të mia për lukun tim. Faleminderit shumë edhe Zot Kosova që vijnë me linjën e tyre të mrekullueshme Zot i gjeni në përkrejt marketet e Kosovës, ku ka 26 grama, 27 ca kecim se harrova. Më shumë protein, sidomos për ju që ushtroni keni nevojë për më shumë proteina, kështu që konsumoni Zot kudo që të shkoni. Ne vazhdojmë me qenë bashkë edhe për një orë tjetër me Glam Radio, ndërsa përmes Koavizionit takojmë tek të hënën. Ju përqafojmë shumë. Tung tung.